Do të lidhem Entela Dukën. Entela, të përshëndes. Ju përshëndes, Aida. E në fakt një faleminderit doja ta bëja në emër të gjithë fermerëve të qarkut të Elbasanit për këtë reklam që në fakt i bërën në nisje të kësaj lidhje live. Në fakt gjelat e Elbasanit, po konkretisht ato të zonës së Peshinit, të mbahen për cilësinë e tyre shumë të mirë për shkak se kulloten në hapësira të lira dhe nga ana tjetër edhe me ulli, të cilat janë sipërfaqe të tëra, të cilat vetë fermerët i kanë. E pavarësisht të këtij fakti dhe kësaj cilësie kaq të mirë, duket se të paktën një ditë para natës së ndrimit të viteve, gjeli detit, i konsideruar ndryshe si mbreti i truezës festive, fatkeqësisht mund të them që ka mbetur pa shitur deri në këto momente. Fermerët ankohen për mungesë të theksuar të fuqisë së blerëse, ndërkohë që nga ana tjetër edhe ata pak qytetarë kemi blerë më pak pula dhe gjela deti në Elbasan? Kjo është realiteti? Në fakt, unë shoh një ulje drastike të çmimit, paktën të tregtimit të gjelave apo të pulave të detit. Sa është pula apo gjeli i detit në Elbasan, Entela? Sa kushton pesha e gjallë? Aida, në fakt unë e kam ndjekur këtë çështje pothuajse gjatë gjithë javës për shkak edhe të një tjetër. Po, edhe për shkak edhe të një tjetër kronike që më herët me kolegët e redaksisë kemi mundur ta përcjellim, dhe çmimi ka variuar 7 deri në 8.000 lekë të vjetra gjithmonë kilogrami peshë e gjallë, ndërkohë që sot në cilën e jemi në fakt bërë të vërtetës një ditë para vitit të ri, rezulton që në çmimi ka ndryshuar fare pak, mund të jetë 8 deri në 10.000 lekë të vjetra gjithmonë kilogrami peshë e gjallë. E nëse marrim parasysh faktin se janë gjela bio e për shkak edhe të vështirësisë që hasin fermerët për të rritur, sepse bëhet fjalë për një shpend mjaft të delikat, i cili kërkon një kujdes të veçantë për gjatë gjithë vitit, por nga ana tjetër kujtoj faktin se edhe produktet apo ushqimet për këtë fundit, si gjithë zinxhiri tjetër ushqimor, ka pësuar rritje, bën që fermerët të stepen. Ka mundur të bisedoj me një pjesë të tyre nga zonat të ndryshme të Elbasanit, këtu përfshirë edhe zonën shumë të mirë të Peshinit, por edhe zonën e Sulovës apo sipërfaqe të tjera për rreth qarkut të Elbasanit, dhe shqetësimi i fermerëve është i njëjtë dhe duket se është i përbashkët. Këtë vit në fakt ata janë detyruar të ulin çmimin dhe po shpresojnë që të paktën deri ditën e nesme, duke shpresuar gjithmonë tek ai zakoni i shqiptarëve të cilët në shumicën e rasteve i lën shitjet për në momentin e fundit, të shpresojnë që të heqin një sasi të konsiderueshme të gjelave apo pulave të detit, por gjithmonë shprehen me rezerva se deri nesër do të munden që t'i tregtojnë të gjithë. Ka pyetur se çfarë ndodh me këtë shpend nëse deri nesër nuk tregtohen për natën e ndrimit të viteve. Me keqardhje më kanë thënë se patjetër që do t'i mbajmë në shtëpitë tona, do të shpresojnë për më vonë për ditën e verës, por gjasat që ky shpend të blehet njësoj si kundër ndodhë në fund vit, nuk është i njëjtë, pra bie interesi edhe i qytetarëve. Entela, se të thuash që për shembull me 8.000 lekë të vjetra, po flas me të vjetra, atë çmimi është në Elbasan, dhe ja ku është Elbasani nga Tirana, shumë pak kilometra, dhe ti mund të marrësh një pulë apo një gjel për truezën, ndërkohë që në Tiranë është, nuk po them dy fiqe, por është shumë më shtrenjtë. Po e them këtë, jo pa qëllim, as për naivitet, po ndoshta për t'i shkuar asaj logjike dhe që theti pak më parë që ata shpresojnë të sot dhe nesër, që të shesin sa më shumë, dhe kjo na ndihmon. Pra të thuar që sot në Elbasan ti që e shikon në Tiranë se sa është pa 12-13.000 lekë, nuk e shanse ta prekësh me dorë, flasim për të frejsta, se pastaj është çështje zgjedhje, sipas mundësive financiare që kanë buxhetet familjes që janë në vështirësi, pa diskutim bëjnë zgjedhje tjera, por të thuash që 7.000 lekë, 8.000 lekë me që po flasim me 2 vjetra, është 1 kilogram, nuk konsiderohet i shtrenjtë, sepse ne kemi patur vjetë, të paktën ne kemi patur mbi 10.000 lekë, 12.000 lekë të vjetra. Unë vetëm shumë mirë në komunikimet që ne kemi, por kështu që shpresoj që edhe ky komunikimi jonë sot shkurt, edhe që e sjell edhe risjell si çështje për të materialeve për redaksin, është në këtë kuadër, në këtë qëllim për të dhënë një lloj realiteti që po fermerët kanë pula deti shumë të mira, gjela deti shumë të mira, Elbasani njihet për këtë, madje kanë edhe për çmime, me çmime të cilat janë të arsyeshme, nuk mund konsiderohen të shtrenjta.
Nuk e di, nëse do më lejosh të bëj vetëm një ndërhyrje të fundit për të lejuar dhe qytetarët patjetër që t'japin zërin e tyre, do doja të thoja që në fakt shqetësimi i fermerëve është hyrja e produktit të importit, duke qenë se kanë hyrë shumë gjela deti të importit, qytetarët faktën e argumentuar prej tyre për shkak se këto produkte tregtohen apo shiten më lirë dhe ndoshta është më e përballueshme për ta pavarësisht se cilësisë, sepse janë organet kompetente, por vetë qytetarët nga ana tjetër që e testojnë këto produkte, zgjedhin pra të blejnë gjela të cilët të vinë nga jashtë. Këtu flasim pastaj për pjesën ekonomike, e cila patjetër që ka ndikimin e saj. Pensionistët me pensionet e ulta presin nga fëmijët që t'u dërgojnë diçka që të blejnë edhe ata gjela deti. Vin pyesin, për hir të vërtetës ka shumë qytetarë të cilët vinë pyesin, por jo të gjithë mundin që të blejnë në fund të ditës, largohen më pas duke shpresuar për të rikthyer në një moment të dytë. Në fakt, sikundër fermerët presin ditën e fundit që të rrisin ndoshta disi çmimin dhe të shesin, ana tjetër ka edhe nga ata qytetarë që po ashtu shpresojnë tek dita e fundit, duke shpresuar që nëse ky produkt do të mbetet edhe në fund edhe vetë fermerët do detyrohen ta tregtojnë disi edhe më lirë. Pra kjo është ajo këndvështrimi ose dy panorama, dy qasjet që na sjell pjesa e fermerëve, por edhe e qytetarëve të cilët duket se vitet e fundit po i festojnë apo po i kremtojnë festat diçka edhe më zvet për shkak të kushteve ekonomike. Faleminderit Entela. Shpresoj shumë që ky informacion të shkuar te konsumatorët, ndihmojnë pak edhe fermerët, japin edhe një informacion sakt sa i takon realitetit. Të përshëndes, ndërkohë do të ndjek edhe intervista që ti ke realizuar pak më herët sot. Para vitit 3. Si po duket situata në tregun e shpendëve në Elbasan, a ka vlerës sa po i shitni? Po, nuk ka vlerë, shumë dobët pazari si vjetë. Krahasim me vitet e tjera ka qenë më dobët. Çfarë mendoni se ka ndikuar? Po ndikon në eksporti jashtë, vina jashtë, nga Greqia, e ka myt greku. Sa po e shisni aktualisht? Po aktualisht është 10 me 8. 10 riga, 8 gjeli. Nuk ka ne fruk, nuk pritet ne fruk, se ka mall shumë. Edhe kështu që s'ka pazar, njerëz nuk ka, shumica janë largu, malli vjen nga Greqia, malli vjen në Lipashit, dhe kështu që... Mendon që deri nesër do të shes? Po jo, ma asnjëherë, edhe ngelin. Po, që dhe për të hajmë, këtë të bëjmë. Dhe është përndajmë, këtë të bëjmë. Dhe unim qëpimi. Shesim sa shesim, sa dhe nesë. Dhe unim qëpimi, asë gjë tjetër. Kaq. Dhe kur të unim qëpimin, po, të gjë ju falimentojnë? Po, falimentojnë edhe kështu. Edhe kështu falimentojnë, nuk kemi nësë të bëjmë me diçka. Edhe kështu. Po, a nuk mendoni që sektori juaj duhet të mbështetet nga ana e qeverisë? Po qeveria do të mbështesi, po. Qeveria po i bën nga jashtë mallin, përshqitet e importi. Malli vjen nuk përshqitet, ngeli pa shit. Po pse banorët, qytetarët zgjedhin të importet dhe jo produktet? Po është më i lirë. Malli importet është më i lirë, malli vjen nga çik më i shtrenjtë dhe kështu që nëse simulojmë kostot, edhe ngel pa shit. Pra ma më cilësor i vendit. Po normale që më cilësor, po se më një, se shef çmimin e tij me 6.000 lekë, me 5.000 lekë. Një realitet i cili përcjell edhe shqetësimin e fermerëve dhe qytetarëve në fakt, cilët i kanë mbetur pula dhe gjilat e detit si pasojë edhe të një politike ndoshta ose çmimeve konkurruese që vijnë nga produktet që vijnë nga jashtë. Gjithsesi shpresojmë që sot dhe nesër, pse jo, të arrijnë të maksimizojnë përfitimin e tyre dhe ta kalojnë këtë vështirësi. Dhe pse jo, të gëzojnë dhe familjet të cilat do duhet zgjedhin që ja ku është Elbasani në pak kilometra marrin një produkt të kësaj cilësie.